ardhshme do të hymë në sezonën e pranverës, stina e rilindjes dhe gjallërimit të natyrës. Pranvera është simboli fillimeve të reja, energjisë edhe shpresës, duke i frymëzuar njerëzit që të jenë më aktiv dhe të shijojnë bukuritë të natyrës. Po pse ardhja e pranverës sjell më shumë produktivitet, e mësojmë nga kronika në vazhdim. Njëzet një marsi njihet edhe si dita e parë e pranverës. Ajo nis me lindjen e diellit në orën 5:30. Ardhja e stinës së pranverës përcaktohet me ndjekjen e qendrës së diellit sipas ekliptikës. Pranvera zgjat deri më 21 qershor, kur fillon stina e verës. Sipas fenologjisë, pranvera fillon me lulëzimin e disa llojeve të bimëve pranverore, specifike këto për vende të ndryshme. Me fillimin astronomik të verës, më 21 qershor, pranvera përfundon gjithnjë në të njëjtën ditë. Me 21 mars, dita zgjat 12 orë e 7 minuta. Zakonisht dita e parë e pranverës e morohet si ditë e barabartë, që nënkupton se gjatësia e ditës dhe natës është e njëjtë. Pranë nga momenti i lindjes deri në momentin e perëndimit të diellit kanë kaluar 12 orë. Me ardhjen e pranverës të dielën e fundit të muajit mars, ndodh edhe ndërrimi i orës. Kështu të dielën më 27 mars, akrepat e orës do të zhvendosen një orë përpara. Është e vërtetë që ne marrim energjinë nga dielli. Fuqia dhe ngrohtësia e rrezëve të tij ndikon në emocionet tona, duke rritur nivelin e entuziazmit. Dielli është energji. Ngrohtësia që sjell pranvera është energji pozitive, edhe natyra bëhet më e bukur në pranverë. Ka lule dhe sytha të vegjël në përpem, fqinjet i kanë hequr palltot e rënda, mendimet bën më të freskëta, peshojnë më pak dhe në mëngjes vendos të hapësh të gjithë grilat e dritareve dhe ta lësh diellin të hyjë brenda. Marsi tashmë është futur, pranvera ka trokitur tashmë në zemrat tona pothuajse dhe kjo ndjehet edhe në ajër. Me ndryshimin e stinëve, me ndryshimin e kohës dhe të temperaturave, vetë krijojmë iluzionin se ndryshojmë dhe ne, se përmirësohemi si natyra, si lulëzojmë si ajo, sepse ne frymojmë si pjesë e saj, jemi një me të. Ky iluzion është një ushtrim i vogël vizualizmi në mendjen tonë, por na bën të ndjehemi më mirë dhe kjo është më e rëndësishmja. Dielli është alati ynë më i mirë. Kur nuk e kemi, kur nuk e shohim, duhet gjetur një mënyrë ta krijojmë brenda nesh, sepse ne mund të krijojmë ato që nuk i kemi, e zotrojmë këtë fuqi. Dielli shkëlqen më fort atje, brenda nesh. Pa diell nuk ka ëndra, nuk ka motiv, nuk ka as pranverë.